Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Është gjithmonë kënaqësi që ju I besoni dritares historitë tuaja. Dje nisëm një cikël të ri, pikërisht për shkak të besimit e një profesionisti, siç është mjeshtri fotografist Stefan Gajo. Kujtimet e gjyshit është cikli I cili ndan, në fakt kjo thjesht kujtimet e një gjyshi, po arkivën e jashtëzakonshme të një mjeshtri fotografie I cili ka fotografuar, ka xhiruar dhe tregon një arkiv të tërë të një kombi. Është nder për mua që ai e besoi arkivën e tij Dritare Televizion. Kjo është një kërkesë që ju kam bërë gjithmonë. Ndajmë bashkë kujtimet, bashkë me ne, kujtimet rivlerësohen edhe mbeten për gjithmonë. Tregoni për njerëzit tuaj, tregoni për historinë tuaj, krenohuni me historinë tonë. Historia juaj është historia jonë e përbashkët. Edhe një tjetër njeriu përgjigj sot kësaj kërkese që bëjmë ne në Dritare, dhe ai është Arben Saliu. Mirë se erdhët, faleminderit. Ka ardhur me një vepër të rëndësishme, nga ato që e bëjnë krenar një familje, jo vetëm një familje, po një fis, një rënjë të tërë, një brez të tërë njerëzish të cilët trashëgojnë, janë trashëgimtar të Sali Vranishtit, kapetanit që nuk I mbylli syt as në bronz, I cili është gjyshi juaj? Gjyshi juaj. Vjen një ditë që njeriu ulet dhe tregon kujtimet e gjyshit. Anis pari unë ju falenderoj për mundësinë që na dhat për të bërë këtë bashkëbisetim dhe me këtë rast po them edhe 2 fjalë për indicjen që mora për të shkruar për gjyshin. Sali Vranishi është jati babait tim, për të cilin babai nuk pati kujtime të drejtë për drejta, mbasi ai la 3 vjeç. Kështu që mua mu desh që në kuadrin e 100 vjetorit të vdekjes, ai ka vdekur në janar të 26-s, në moshën 45 vjeçare, jo nga pleqëria, ka vdekur nga plagët e rënda që mori gjatë jetës, në luftëra të ndryshme kundër okupacionit turk, andarësve grek, në luftën e Vlorës, kundër shovinizmit sërb në veri, biles edhe në shkallën e Tujanit kundër forcave vrangeliste. Është një jetë e tërë, 25 vjeçare, me armë në dorë, gjithmonë me një qëllim për lirinë dhe pavarësinë atë dheut. Kështu që unë nga babai nuk trashëgova kujtime të drejtë për drejta për babain e tij, por fati I madh që rrojtën kujtimet për të nga bashkëlufttarët dhe mbi të tëra ishte krijimtaria e popullit e cila e përcolli historinë nëpërmjet këngës. Sali Vranishi lindi në Labëri, në lumin e Vlorës, në një trev që nuk ka pasur kur vakum të ndjenjave adetare patriotike. E bukur, asnjëherë vakum. Dhe ku ka lindur, në cilin Vranisht? Sali Vranishi është quajtur I tillë mbasi ai emri vërtet është Sali Murati. Dhe duke qenë që kjo zonë gjithmonë ka mbjell më shumë barut se sa grur apo misër, ai u rrit me këto ndjenja dhe ndjenjat u përcollën ke ai dhe te brezi I tij nëpërmjet këngës. Për shembull, janë një 2 vargje shumë thelbësore se çdo krajin ka historinë e vet, luftëtarët e vet, figurat e veta të shquara edhe këngët e veta. Edhe këngët e veta, edhe Labëria ka personazhet e veta dhe këngët e veta. Dhe një nga këngët më të bukura që mua më pëlqen është që këta djemtë e Labërisë kur marrin plumbin në sis, e fshin gjakun me këmish. Dhe kjo frym e përcolli dhe u injektua që në rinin e tij të hershme, duke u ngjizur në shpirtin e tij një shpirt rebeli dhe sfidanti ka I pushtuesve turq. Ishte kjo frym, ky rebelizëm që atë e kapën dhe e çuan në burgun e Janinës. Arrestuan. Mbasi para kësaj ngjarje të rëndësishme të jetës tij, ai kishte vrarë një turk në mes të Janinës, kur ishte detyruar për shkak të rrethanave politike dhe ekonomike të emigronte dhe të punonte atje. Dhe ka punuar në Janinë, domethënë. Po, ka punuar 3 vjet, mbasi këtu kishte pas një përballje fizike me koshallët turke në Vranisht
dhe u detyrua të merrte rrugë te Kurbetit. Ishte djalë 20 vjeç. Atje nuk e duroi dot një poshtrim të një zabiti turk, përfundoi në burg, vjen, tradhtohet, arrestohet, çohet në burg dhe atje ka bërë një arratisje spektakolare si Konti Monte Cristos. Nga cili burgu arratis? Nga burgu i Janinës. E quan përsëri në Janin? Po, shiko, ai vrau një zabit në Janin dhe ai nuk mund të rinte më në Janin. Kthehet ilegalisht në Vranisht dhe koha bëre të vetën, edhe atëherë bëhesh indiferencime të karaktereve dhe një bashkëtar i tij, me të cilin ai nuk u akmor kur doli nga burgu, e lanë mëshirë të fatit, e kapin, tradhtisht, e çojnë dhe andaj bën një arratisje. Dhe te libri, për shembull, aty janë kujtime dhe një bashkëvuajsi me cilin ai ishte arratisur nga Janina, që quhet Ahmet Staravecka dhe ka vdekur në vitet 60. Dhe mbas daljes nga burgu, ai filloi jetën e komitit. Tani, në parantezë doja të thoja këtë që klima patriotike e gjithë krajinës nuk ishte e shkëputur dhe nga klima patriotike e fshatit tij Vranisht. Të paktën janë të dokumentuara këngë që flasin mbas Tanzimatit, se më përpara nuk mund të kesh kujtime, dhe është një frym shumë e theksuar patriotike e këtij fshati, dhe janë disa këngë që shtrojnë atë tapetin e patriotizmit për brezat e ardhshëm. Për shembull, në Meçov se çu mërthen, plumbat e zi u derdh, goditën Balil Sefer, o Balil fustan e zi, na lender për Shqipëri. Që një patriot i jashtë, që është vrarë dhe ai në Meçov. Ose kënga e famshme për 8-5 puset në Gryk, mbetën disa djem shehit, do me në dëshmimtar. Zeneli Merajit Myftartot e morën plumbin në ball, kam vershyti faqe bardh. A gjemin me top e ndan, dervishin fare se pam. Pra në luftëtar, që janë godit dhe me top, mbi të Vranishtit, të cilët skalitën emrin e tyre, që të ndiqet gjurma e tyre gjakut për të mbrojtur lirinë, pavarësinë dhe trojet kombëtare. Dhe kjo frym i dha edhe Salim Muratit, apo më pas Ali Vranishtit, i shtroi pisën që rruga e tij e vetme ishte mosnështrimi dhe lufta për liri dhe pavarësi kombëtare. Tani, jo rastisht e boshti i librit janë rreth 70 krime, janë këngë që janë kënduar për zgjallje. Po pra çfarë? Po, janë këngë që janë kënduar për zgjallje, këngë që janë thurur mbas vdekjes, janë dhe 3 vajtoca gra të Vranishtit që e kanë qarë kur kanë vdekur, janë dhe balada si e Lefter Çipës apo Kastriot Mailejt, edhe poetë të shquar të Labëris që nga Selim Hasani, Xhebro Gjika, Muhamet Artari, Avni Varfi e të tjerë. Dhe kënga është gazetari i kohës. Se atëherë mungonin gazetarët e mirëfillt, kronikanët e luftës, por ata që përjetonin ngjarjen dhe kishin shpirt poetik e derdhën historinë në varje. Dhe kënga flet vet dhe është në një vend aty ku të shkeli këmba nga pas se të ndoqi kënga. Dhe është një rrugëtim, thash, që nga Janina deri në malet e Dibrës. Dhe duke qenë që unë jam nipi drejt për drejt i tij, kam mbaruar njëkohësisht edhe fakultetin e filologjisë, edhe jam munduar që nëpërmjet aq kulture gazetareske sa kam, ti mbledh dhe ti përmbledh në një libër. Sa mirë që ke gjetur kaq shumë material, sepse është plot, i ka të gjitha. Po të gërmosh, gjen. Për anonimët s'ke qa gjen, për anonimët. Tani, rrugëtimi ose ajo që i dha drejtimin e dur Sali Vranishtit, se ai nga viti 905 kur arratis deri në 908 ishte një komit apo kaçak. Se ai po të kapi dënoi me vdekje si një i burgosur politik.
a i vare në mes Janinës, si që i vare në Bilbilejt. Në 1908 në Vranisht vjen vetë Ismail Qemali për të shpallur kandidaturën e tij si deputet i Sanxhakut të Beratit, ku përfshihej edhe Kazaja e Vlorës. Dhe patriot të Vranishtit, ku ai bujti si Pasho Ramadani apo Veli Ademi, i folën për Sali Vranishtin, i cili në atë kohë ndodhej në Vuno. I quan aber, ka ardhur dhe një nga ata dëshmimtarët e kohës është në kujtimet aty, erdhi dhe takimi me Ismail Qemalin, ati dha orientimin e dur patriotik. E bukur, sepse ke nevojë, domethënë ti ke energji, po dikush do të orientojë. Ka ndonjë të erudina që thotë që na kanë gënjur, se ai nuk është akur. Aty është një këngë që thotë shumë. 1908 viti Ismail Qemali na ndriti. Gëzoi populli i Vranishtit dhe Salim Murat Komiti. Bashkë me shokët e priti, i dha fjalën dhe nisi. Po qa fjale i dha? Mbas 2 muajsh, a i formon qetë patriotike, edhe me kaçak të tjerë, patriot, njërës trima të vendosur si Azem Sulo, Mehmet Beqo të tjerë, dhe me këtë qetë, e orientuar nga idet shumë të mëdhaja të Ismail Qemalit si burg shteti dhe si diplomati shquar, kreu disa aksione në Vlorë dhe jashtë Vlorës. Dhe aksioni më i bujshëm është hapi e burgut Vlorës në gusht të 12. Duke qenë që komitet atëre identifikoheshin si kaçak, si hajdut, si kusar, edhe për këtë, anat e Musit. Ja e pash atë këngën, më duket për Vlorën. Anat e Musit, thoshin që ka ardhur banda e Sali Vranishtit për të grabitur. Në Vlorë foli Tellalli, tregtar mos keni frikë, kapetan Sali Murati nuk ka ardhur për të grabit. Prandaj që penat hapeni mos dëgjoni faqezit, çete Sali kapitanit ka punë veç me Osman Lind. Kush është brenda në hapsan, të gjithë do të lënë qelit. Tani, këtë vjerës që e lexuat ju, Petro Marko, shkrimtari jon nga më të mëdhejt, në prag të 50 vjetorit luftës Vlorës, u ngarkua ose u inspirua për të bërë romanin Ultimatum. Me që e kam lexuar. Ultimatumi ishte tamam në kuptimin e plotë fjalës, pjesa që ju dërgua e shkruajtur, jo me zë, po e shkruajtur, fuqive imperialiste në Vlorë italiane, që i thanë në rast se nuk largoni, në datën 5 qershor ne zbrazim 2 feqet tona. Ata e morën me qeshje dhe ky ultimatum i dha të drejtën Petro Markos që ta vinte dhe si titull. Dhe ai ka ardhur edhe në Vranisht dhe ka takuar bashkëluftëtar dhe edhe në libër, jo rastisht te ultimatumi Sali Vranishti është personazhi kryesor. Dhe këtë ngjarje ai e përshkruan ato këngë që lexuat ju, i përshkruan edhe në libër, të thëna nga bashkëluftëtarët e Sali Vranishtit. Dhe vuri Tellall dhe tha kush i mungon, kujt i humbet dhe një gjilpër, ai do ta paguajë me kokë. Ky aksion alarmoi fuqitë e kohës ushtarake dhe mbas pak ditësh këtë e rrethojnë me që kam të bëj dhe me një patriote këtu, e rrethojnë në Kishbardh. Edhe thot kënga: në rrap e varën ferman, të zini Sali Moran, jo të vdekur po të gjallë, e rrethosën në Kishbardh, po si qaseshin do të pranë. Ky aksion i bujshëm i dha një famë dhe e cila u përcoll matan Vlorës dhe ishte koha kur në rrethinat e Sanandës e Delvinës kishin vërshuar bandat shoviniste greke dhe po terrorizonin popullin. I bëjnë thirrje Sali Vranishtit dhe shkon me çetën dhe i shpardallon. Ktu kundërsari i tij ose kapetani i atyre bandave quhej Thimjo Loli. Dhe çfarë thot kënga? Delvinjo të kërkojnë, i japin 300 Napolon të bësh luftë me Thimjo Lol. Dhe përgjigje e këtij
kapetanit të shqiptarisë, është kjo. S'është Saliu për zor, thot, po thimion të ma tregojnë. Dhe e nxjerr në duel. Dhe kur e nxjerr në duel, i thot këto fjalë, që ka dhe kënga. Në Krane, që është një fshat në midis Sarandës e Telvizës, në Krane kur u përpojnë, thimio si foli me gojë, dil pusht të shomë shoshojnë, se burrat fshehur s'luftojnë. Te ky personazh do të ndalim në një pikë, që ka të bëjë dhe me babain tim. Siç thash, babain tim ai ka lënë 3 vjeç, dhe babai nuk kisha kujtim. Gjatë luftës antifashiste, babai arrestohet për veprimtari antifashiste në Vlorë bashkë me heroin e popullit Mumin Selami, një nga 4 herojtë të Topanas, dhe nga Vlora i sjellin në burgun politik të Tiranës këtu. Edhe babai e ka shkruar, e ka marrë atë, e ka futur në libër. Në burgun e Tiranës, kryesisht ishte brezi i babait tim, djem 20-18 vjeçar, ishte mbush. Dhe në një ditë thot, kur bënin këtë ajrimin të burgosurit, ishte si ritual që shërbej me kafe për gjithë burgosurit. E një ditë mora radha mos. Edhe shoh thot, një burr të vjetër, ishte korrik 42, mbështetur thot e muri, ishte edhe diell, edhe i afroi me që ishte më i vjetër, ne ishëm gjithë, aty ishte Ali Demi, ishte Koçi Xoxe, ishëm shumë figurat të njohura të luftës, Abdul Kollezi, Hamid Keçi. Edhe ju afrova këtij, thot, zotri, thot babai, doni kafe? Ai nga aksenti, e pa që babai im ishte lap. I thot, do marr, po do më thuash nga je, thot, nga Vlora, thot. Nga qyteti apo nga rrethin e tij, thot, jam nga Vranisi i Vlorës. Ke të bësh gjë, thot, me Sali Vranisin? Edhe babai befasohet tani. I thot, unë jam i biri, thot. Aferim të qofti, thot, dhe që ke nga rrugën e babait. Po ti kush je, i thot babai, që të njoh? I thot, unë jam Thimio Loli, thot. I thot babai që unë nga babai nuk kam kujtime, dhe se më ka lënë 3 vjeç, por më kanë ardhur në vesh dhe këndohet kënga që të ka dalë në duel me ty, thot. Dhe i thot ato vari, dil pushë shumë shoshojnë, se burrat fshehur s'luftojnë. Dëgjoj, thot ai. Sali Vranisi, thot, ishte nga ata burra, thot, që nuk quhen trima. Po me gjithse ishte kundërshtar im, ishte nga ata burra që ishin trima mi trima. Dhe kur të vjen një vlerësim nga një kundërshtar, tregon që nuk je një anonim, po je një dikush që se flet mirë dhe kundërshtari, për të paktën për të rimërinë, se pikpamjet e tyre politike apo ishën të kundërt. Dhe paradoksi është ky që ka pas pena që e kanë anatemuar gjyshin në çështjen e moralit. Do me si grabitës. Dhe këtu, për shembull, është një nga shoqatat patriotike që janë të lumit të Vlorës, janë figura të njohura të gjitha, që nga Zaçe Çelo, ai është nga Vranisi, Sali Allko, ky Mehmet është nga Brati, ai është nga Kuçi, Lazemalo nga Tërbaçi, e të gjithë këta. Alim Xhelo, Kanan Maze, Toto Hosi, janë figura të njohura të gjithë. Dhe këtu ti Rudina doja të ndalesha pak që të anatemimi që i kanë bërë gjyshit, si band grabici shkusarës, fletë kjo 2 varje që thash i parë, kur thot, del vinjo të kërkojnë, i japin 300 Napoleon. Dhe përgjigje e këtij nuk s'është Saliu për zor, ai nuk ishte Zorraxhi. Pse e them këtë? E them këtë nisur nga fakti që ai kishte mundësi që të bëjë një nga më të pasurit e Vlorës, se në 12-ën, Ismail Qemali, jo rastisht atë e bëri komandant të sigurisë publike. Është komandant i parë i sigurisë publike në shtetin e parë. Dhe anatemuar që pse merr njerëz pa shkollë, ai tha unë e marrta se i njoh besikëri dhe trimërinë. Nuk më duhet shkollë. Dhe po të ishte ai i këtij kallëpi, siç shkruajnë këta Kalem Xhit, e atyre pjesës belerëve që shitën Shqipërinë për pasuri, dhe jo si Ismail Qemali e Abdul Farashi që shitën
pasurinë për Shqipërinë, ai të paktën do kishte gjysmën e Vlorës kapital. Do kishte ulli, do kishte toka, do kishte edhe shtëpi të mirë. Dhe ai ka vdekur në mjerim të plot mbasi erdhi zogu, në një shtëpi me 10 metra katror, i kanë vdekur 2 djemë se s'kishën bukë tanin, një i ka vdekur 9 dhe një 13 vjeç, dhe nuk la asnjë lloj pasurie. 2 pasuri la gjyshim. Pati, vetëm 2. Pati zemrën që e mori me vete dhe la 2 fekun në mur që ta zbrase i biri me atë frym patriotike dhe trimërie si që bëri babajti. Këto 2 pasuri pati, e zemrën dhe 2 fekun. Të tjerat janë pallavra. Shumë një nga anat e Musit, më të egër të gjyshit është e Qerenbe Vlora. Tani, shtrojët pyetja, në cilin kohë, në cilin moment të historisë e Qerenbe Vlora ka qenë kraun e popullit, kundërshtar Ismail Qemalit. Në luftën e Vlorës është dënuar me vdekje nga populli i Vlorës si një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të pushtuesve italianë. Me ardhjen e fashizmit është nga ata që bekuan Viktor Emanueli. Me qeverinë e Krujës është ministër, edhe me gjermanët është ministër kur 600 djemë të Vlorës, burra dhe gra, qoheshin kampet e Matauzit. Dhe iku duke marrë poshtë këpucëve baltën e atë si tradhtar. Ndërsa Salim Murati ishte jo vetëm patriot dhe adetar, po ishte edhe një burr qelibar, ka karakteri. E diku është diferenca, tani nuk mund të flasim njerëzit kanë vdekur, historia ka shkuar me ta, por një pjesë prej tyre lën kujtime, siç e Qerenbe Vlora la, dhe kujtimet e tij u kthyen pastaj në kod për Tiranën që sa një atë kohë, ndërsa nga gjyshi juaj nuk ka pasur kujtime, ka pasur këngë, po këngë duhet i mbledh dikush. Kështu që kjo është një gjë e mirë që përballja bëhet edhe mbas shumë kohë mbas vdekjes, përballja bëhet me libra. Unë e kam thënë se ka diçka që kur flet për njeriu tënd është edhe pak e vështirë. Se duke sikur mburrësh. Po kur ja përshon ky dokumenti këtu, është letër e Fejzia Lizotit që ja bën Luiq Gurakuqit në 21, mbas luftës Vlorës. Dhe thot, në viset të Toskërisë, nga Salim Vranishi dhe të tjerë, është formuar komiteti Dora Zez. Ky komitet filloi të ndaloj buqërit të mos u japin të drejta të zotërve dhe të mos njohin zotrimin e tyre. Kjo vepër filloi me çifliqet e Surja Bejvlorës. Surja ishte babai e Qeremit. Dhe këta ishin gjakpirësit e popullit. Ky takëm që gjithmonë e shitën Shqipërinë për karrike dhe për çifliqe. Ky lloj belerësh, ndërsa beler si Ismail Qemali, si Sulejman Delvina e Abdyl Frashëri me shok janë në panteonin e shqiptarizmës. Se nuk bën pazare me fatet e atë dheut. Dhe këto dokumenta flasin qartë. Pa folur, më thuaj një këngë që i ka kënduar populli e Qerenbe Vlorës, një këngë. Jo, bëri librin vetaj. Ai e ka bërë librin, janë kujtime që i shkroi në emigracion, 40 vjet më pas i ka bërë, kupton? Por ai në të rrjetat e historisë ka qenë kundër drejtimit që ka marrë lëvizja patriotike në Shqipëri në tëra fazat. Ai ishte nipi Ismail Qemali dhe ishte kundërshtar. Ishte një Hamza siç ishte Hamza i nipi Skënderbeut, këta ishin Hamzat e Ismail Qemalit. Tani unë do të them diçka, që e kam thënë dhe dua ta them edhe këtu. Ka 2 lloj patriotësh, Rudina. Ka patriot me kohë plot dhe me kohë të pjesme, part-time. Ka pas patriot, do të them një shembull, të marrim Qazim Koculi. Qazim Koculi është një figurë me një të kaluar shumë breslëndse dhe patriotike. Dhe jo rastisht në luftën e Vlorës, ku gjyshim komandonte disa qeta, ndërsa ishte komandant i gjithë luftës Vlorës, mbas Ahmet Lepenicës që drejtoi disa ditë. Ja, me që po flasim. Komandant e fuqisë. Kjo ishte kupola që doli mbas luftës Vlorës. Qazimi ishte komandant, prefekt Qazim Kokoshi, ky Ahmet i ka qenë fillim, ky ka qenë komandant i parë, Ahmet Lepenica dhe ky
është drejtori i financës. Dhe këta i bëjnë propozim për gradimin e Salim Muratit. Ja bëjnë qeverisë. Ky është dokument arkivor. Po dhe tregojnë edhe ato çfarë ti tregon. Por e çka ka bërë? Dhe tani Çeli burgun. Tani marrim Qazim Koculin. Një patriot me një të kaluar shumë patriotike. Ka qenë dhe 24 orë kryeministri i Shqipërisë, kur ndërroheshin mbasi u plagos zogu në parlament nga Bekir Valteri. Edhe ishte lëmsh atëre, bëj një qeveri sot binte tjetra nesër. Kur erdhi Noli, që ministër, iku me shpurën e Nolit në mërgatën politike dhe më paradoksale është që Qazim Koculi vjen me shpurën e fashizmit në 39. Dhe qa thot populli? Se populli e bën historinë, nuk e bëjnë gazetarët. Populli e bën historinë. Dhe populli tha kështu, aferim Qazim Koculi, vet i hodhi, vet i pruri. I hodhi në det dhe erdhi bashkë me ta. Dhe qa ndodhi tani me Qazim Koculin? Erdhi krye komisari i fashizmit në Vlorë. Ishte funksionari më i lartë i fashizmit. Në 42-shin, krahina e Mesaplikut, ose e lumit Vlorës, ishte një nga bastionet më të fuqishme të rezistencës antifashiste. Dhe Mustafa Kruja, kryeministri, thot, Vlorës duhet t'i japim një mësim të mirë si vendi i turbullirëve. Dhe bashkë me legionet fashiste, vendi i turbullirave. Po, bashkë me legionet fashiste vjen nga Dibra dhe Halil Alia si komandant shumë i egër i mercenarëve nga Dibra për të gjakosur dhe shtypur rezistencën antifashiste në Vlorë. Dhe për këtë si mori dhe atë okejnë e Qazim Koculit, ta nuk është situata si që ashtu, kur vjen në Gjorm, është bërë një luftë 3 ditë dhe ata janë shpërdaluar shumë keq. Dhe kur vjen në Vlorë ky, se ju vra dhe nipi Halil Alis në Gjorm, dhe aty për herë të parë në Gjorm kanë qenë gjithë populli, edhe partizanët, edhe ballisët, me në krye Justin Lepenica. Justin Lepenica ishe nga ato figurat ballit, nga të rallat, mund të themi, që e ka zbrazur armën kundër fashizmi, atë që ishë bërë dhe 20-ën, Justin Lepenica. Fundi ti prap, nuk pavarësisht nga historiografia komuniste, fundit atë e brau fashizmi. Në Gërhot Gjirokas, edhe për mua është një figurë e nderuar. Tani, kur vjen në Vlorë, ky Halil Alia hakmerret ndaj Qazim Koculit se thot ti nuk na dhe situatë të qartë dhe e vret. Në kujtimet e disa njerëzve të shkolluar të asaj kohe, janë lënë dhe këto shënime i do t'i citojnë tani. Dhimitër Konomi, që ka prona ishë kampin e punëtorëve, e ke parasysh, i Teu i Ftohtë, ishte një patriot, 24 karac, që kishe luft në Vlorë dhe 14 vjeç. Dhe ishe i vetmi që shoqëroi trupin e Qazim Koculit me atë karrocën e komunales për ta varrosur. Dhe kur erdhi kishte një klub e Nuit Ftohtë, kjo rini antifashiste me origjinë nga Bregu, Vunoj, Palasa, Dërmiu, i thonë, Barba Dimitër, si vajte varrose e tha një krye fashist? Ti e patriotit. Edhe ai ju dha një përgjigje emblematike, thotë që dëgjoni. Mua, tha, me Qazim Koculin, tha, më lidhe miqësia dhe më ndau politika. Vajta, tha, i ta varros, se bashkë me të, tha, varrosa dhe politikën e tij të gabuar. Pra, ky Qazim Koculi, unë do t'i thoshe një patriot me kohë të pjeshme. Dhe nuk thënë kotë shkodranët, mos u mbursa e gjallë se ke kohë me ukorit. Ndërsa turqit, ka një shprehje që unë e kam të shqipëruar që thonë kështu, nderi, thotë nderi, nuk është nga shtëpia në pazar, po është nga djepi gjë në varr. Dhe shumë e rëndësishme jo si e nis, themin e labri, po si e bitis, pati nga këta që e bitisën keq. Vlerësohet sot i bëj dhe bus Mustafa Krujës. Po, Mustafa Kruja është një nga firmëtarët e pavarësisë në Vlorë. Po është varrosës i pavarësisë gjatë luftës antifashiste. Ai është pjesë e historisë së kombit. Po jo ti bësh nderime të tilla.
Kjo është e turshme. Dhe ne jemi i vetmi vend në Evropë, Rudina, që në emër të antikomunizmit vlerësojmë dhe fytyrat e kolaboracionistëve. Marrim një shembull te kjo pjesa patriot me kot plot ato të pjesme. Marshalli Petain në Francë është heroi i luftës së parë botërore. Në luftën e dytë i shtroi tapetin gjermanëve. Dhe De Gaulle nuk ishte komunist, ishte një nacionalist, figurë e madhe e historisë botërore, e mori përveshi dhe i tha, je 92 vjeç 94 dhe po ta kursej plumbin, po do ngordhësh në burg, dhe në burg ngordhi Peteni. Dhe nuk ka sot në Francë një qeveri të majtë apo të djathtë që ta nderoj Petenin me atë që bëri gjatë luftës së dytë botërore. Po, nuk rishikohet. Ndërsa Sali Vranisi nuk ishte as akademi usharake, as shkollë partie, as tesra partie në xhep. E filloi jetën si komit dhe bashkëluftarët e tij i thanë kapetan. Dhe e mbylli si një hero i lavdishëm. Ma kthe vetëm një moment tek Fanoli, te çfarë kërkoi qeveria e Fanolit përpara kësaj ishte, më duket? Po, jemi këtu. Tani, shikoni. Ky dokumenti është fletore zyrtare 1 nëntor 24. Dhe kur e vë Fanoli, Kasem Pjavzezi është ministri i luftës, Luigi Gurakuqi, se Fanoli ishte në cilësinë e kryetarit të lartë të shtetit atje, se s'kishte president, dhe jo rastisht në krah të Bariam Curit, Yustit Curit, ai vë dhe Sali Vranisin. Është vlerësim. Dhe atë dokumenti që peti, ose e pam bashk, më fal që thash ti, se të kam shokje dhe në atë dokument e pashën, ajo kërkesa, propozimin, i është bërë Sulejman Delvinës, prap një nga figurat e shquara, dhe tani e vlerëson Ismail Qemali, Sali Vranisin, e vlerëson Sulejman Delvina, e vlerëson Fanoli, e vlerëson populli, dhe duhet që të shpërqendrohet vëmendja se çfarë zgarravit një Eqerem Bejvlora apo 2-3 të tjerë. Dakord, nuk ka njeri që nuk anatemohet në Shqipëri apo në botë. Puna është që nga rëndon kandari i historisë. Dhe kur të vlerëson populli Rudina, kur të vë populli në këngë, kënga është pjedestali më i madh. Nga pjedestali i këngës nuk të rrëzon dot asnjë furtunë, asnjë shqot, edhe asnjë përbindësh. Po të vuri popullin në këngë, jeni histori. Dhe pse i thot aty, i lidhet një pension. Në këtë kohë gjyshi ishte 42 vjeç, 44. Ai ngeli invalid nga lufta e Vlorës. Thot kënga, me bombë, se ai ka drejtuar luftimet në Kalan e Kaninit, me bombë në mes e godin, se i rrite shumë gjak. Edhe, i thonë kapetani e plagos, dhe ai thot, jam qerë në tela. Edhe kënga thot, me bombë në mes e godin, tha në tel çorra kërcin. Pra iku me predha trupash, me predha në trup, edhe nuk shikoj as jetën, as fëmin që e la 3 vjetë, se një djala. Edhe i vajzi i vdiqe edhe ere. Kështu që ja, përsëri, sepse del në shumë vende, do të mbrojmë Vegjëlin, Çerqizi bashkë me Salin, shpejt në Kurvelesh mbërin, atje thirrën njerëzin të bëjnë luftë me Greqin. Greku po na vjen më shpejt, dje me bura po na vret, ne nuk marrim Semitin, Aratin. Po. Do të mbrojmë Vegjëlin, u derdhën lot gëzimi për shenjën e dëshëruar, unë des flak gjaku trimit, mamat me foshnjë në duar. Unë kam lexuar librin që ka bërë nipi i Çerçis Topullit, që i bëj dhe një omazh Bajo Topullit, se ka marrë emrin e gjyshit dhe ai. Dhe te libri i Çerçis Topullit, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Çerçis Topullit në luftën kundër shovinizmit grek në 13-14 në Sali Vranis. Dhe ka një bashkëpunim në të gjithë trevat e jugut. Edhe në Borç. Se tani flasim si për një gjë të haruar, por ishte koha kur Shqipëria pa shtet, Shqipëria në rëmuj të madhe dhe Greku vinte të merrte çfarë të merrte. Është gjithmonë vendi kërkuar kjo tokë ajo.
teoria e Megalides apo Evoria e Pirit është një platformë e shovinizmit grek që buron nga viti 1844 dhe paradoksi është që edhe sot qarqet nacionaliste greke e kanë akoma atë nepsin për të thënë që jugu i Shqipërisë është Evoria e Pir. Dhe patriotët e asaj kohe e thanë fjalën e tyre edhe me penë, po edhe burra si Çerçistopulli, Sali Vranishi e tjerë e thanë dhe me pushë. Unë më fal ti Rudina, me që jemi këtu, nëpërmjet këtij shtjellimit të librit, unë dua t'i bëj një omazh sot të gjithë bashkëluftëtarëve të ngushtë të gjyshit tim, me të cilët ai luftoi, sakrifikoi dhe skalitën një emër për brezat. Dhe të tillë unë do të përmendja, për shembull, edhe Çerçistopullin, padyshim, edhe Nase Benin dhe Sebo Andonin nga Vunoj, Azem Sulën, një bashkëluftar të të afërt, e Mehmet Beqër nga Vranishi, Mato Robin, Toto Hosin nga Bolena, Selam Abbazin, Ido Dalani, Selman Hysenin nga Tërbaçi, Memometën nga Brati, Rapoçelën nga Sevasteri, Sheme Sadikun nga Dukati, Osman Axhiun, Ahmet Lepenicën, Azbicanën, Isuf Rystemin, Kanan Mazen, Zigur Lelon, Halim Gjelon, Selam Husajn, Bekir Velon, Hamza Isajn, janë shumë burra të Vlorës dhe të Karajnë e tjera që e kanë gdhënë emrin në histori duke firmosur me grykën e dy fekut, se pjesa dërmuese këta nuk dinin t'i ndi firmën, as të lexonin. Por ata i lexoi historia dhe i njoh historia nëpërmjet bëmave dhe këngëve që u thurri populli për ta. Dua ta lë një moment sepse ka një për shkallën e Tujanit që e preke, dua ta lexoj dhe pastaj ndalojmë pak. Kam foto, nuk e di nëse e ke foton a vërtet. Është një shkallë. Po e pash. Kam dalur. Kur Zogu sulmoi Tiranën me serbët e rusët e bardh, atdhetarët ngjeshën armët, në front shkuan si luan. Trimat e regjur në luftë zunë vendet e Istikamit, gjokset vunë në barikada sipër të shkallës e Tujanit. Dhe në këto gërgje malësie kundër Ahmet Zog Satrapit, prap la gjurmë trimërie kapedan Sali Murati. Atë që kishte bërë nga herë, bëri në shkallë të Tujanit, emrin mbuluar me nder, Sali Vranish Kapedani. Pra edhe këtu. Shikodan. Jo vetëm në lupin e Florës, edhe të shkallë të Tujanit. Shikodan. Është një fakt shumë interesant. Mua gjyshja ime ti Rudina ka rojtur rreth 100 vjeçë. Babai im nga natyra ishte i ashpër dhe nuk e kishte qef rrëfimin. Ndërsa gjyshen unë e kam pas një Ciceroni edhe te libri, po të shikosh faqen e parë, ja dedikoj, mund ta lexosh atë dedikimin. Gjyshësime të shtrenjtë, grua së rrallë, nën Fatos, e cila me kujtesën e saj brillante dhe mjeshtërinë e rrëfimit, nëpërmjet historisë së thënë me shpirt, më mëkoi me ndjenjat e dashurisë për Sali Vranishtin, jeta e cilit u end mes dramacitetit të kohës dhe heroizmit të pashoq, duke më dhënë si busull shembullin e gjyshit tim, një amanet që bashkëton me mua, për të mos ja përlyer kur emrin e ndritur që ai gdhendi gërgjeve dhe maleve të Labërisë. Arben Saliu. Tani, të thash dhe i qëpar, gjyshi nuk ishte shkollë, por kishte një mençuri të lindur. Dhe më thoshe gjyshja, një bashkëbizetim, unë isha i vogël atëherë, në fillore, që gjyshi kishte pat me Ismail Qemali në zyrë, në momentin kur qeveria e Ismail Qemalit po largohej që t'i hapej rrugë qeverisë që vinte në drejtimin e Vidit, në Durrës. Dhe dëshmimtar okullar është edhe Ali Aslani. Dhe këtë që ma ka thënë gjyshja, unë e gjej të dokumentuar të kujtimet e Ali Aslanit që janë dhe ty. Dhe qa i thot ai gjyshit? Është dhe një vjersh aty që lidhet me këtë. Dhe i thot shumë, si do bëjmë kapedanit, thot. Dhe gjyshi i përgjihet Ismail Qemalit. Si ishën, e ke parasysh e shtëpia e pavarësisë në Vlorë, deti 10 metra larg, edhe gjyshi i thot shumë. Ti do bëhesh peshk, i thot, e do idhesh matan. Unë do bëhem derë, thot, dhe do marr malet. Po halli i këtij populli si do vetë.
Pra ky ishte shqetësimi i një fshatari, po patriot, po një fshatar patriot, kur rinte pranë burrave të tillë të mençur, merrte edhe shumë nga mençuria dhe atë dashuria e atyre për Shqipërinë, jo për një karrike kryeministri, siç bën këto vitet e demokracisë, që zihen për një karrike, ministri apo deputeti. Dhe ky ishte shqetësimi permanent i Sali Vranisit. Fatet e vendit, fatet e popullit, dhe këtë shqetësim ai nuk e pati vetëm, po e ndau me ata burra që i pati në krah apo mbi kokë. Siç ishte Ismail Qemali, Sumran Delvina, Fanoli e plot burra të tjerë që i kanë dhënë një emër të ndritur Shqipërisë në rrjedhët e historisë. Rinë në bronz i derdhur nga Bardosh Gaçe. Rinë në bronz i derdhur dhe vështron nga qika, në përfllat lirie ëna të derdh drita. Shushurin shushica malet kanë borë, ti si re nga qika zbrite për mbi vlorë. Kalaj kaninës u linte bleruar, të flasim për plagët në përkraruar. Si rufet e malit shkrepet e babica, vlorat të ndjen zërin që mbeti në krisma. Mor kapedan, udha si stelodhi, vlora si të pa dalgët ngrithioni. Shumë e bukur, sepse pastaj vioni edhe me çfarë... Rudina, shiko, te Kopertina, unë një rasisht kam vënë, ai është bust në Vranisht. E ka bërë Besim Tabaku në 75. Në 91-shin, me ato teoritë e famshme të nivelit zero, këti kanë vënë dinamit dhe i kanë put kokë. Bustet? Po. 91-shin? Po, 91-shin. Natën. Urrejtja nuk ishte për kryesisht për atë, ishte për babajnë tim, që në luft u orientua të bënde atë punë që bëri ati ti, a i dhe brezi vetë. Dhe babajmë në luft ishte komunist në luft, në 42 është bërë komunist. Por komunistët e luftës, kanë një dallim esencial nga ata që u bënë pas luftës, se në luft nuk bënde njeri kërkes për të futur në parti, se nuk e dini që ishe partia apo komunizmi. Por komunistët në luft i bënë për sakrilegj. Privilegjet ishën këta komunistët në bas 45-ës. Dhe jo rastësisht, komunistët në luft u vu në balë të rezistencës dhe elita e tyre edhe është vërar. Duke filluar nga Kemal Stafa, nga Vasil Shanto, nga Mustafa Matoiti, nga Vojo Kushi, nga Kozmanushi, nga Telat Noga, nga Alimani, se e arrova emrin. Manush Alimani në Shkodër. Nga Alidemi. Alidemi ishe drejtuesi i qarkorit partisë Vlorës. Nuk ishe i komunistit thjesht. Kozmanushi ishe drejtuesi i qarkorit të Durrësit. Telat Noga gjithashtu. Tomor Sinani në Elbasan ishe drejtuesi i qarkorit të Elbasanit. Mustafa Matoiti ishe komisar brigade. Dhe në shembullin e luftëtarëve që ne jemi në ballë, dhe baba im e kreu mirë detyrën, edhe si partizan, edhe si antifashist, dhe ka luftuar deri në Jugosllavi, u fut në luftë me 2 duar dhe doli me 1 dorë. Ndërsa shumë shokë të tij edhe u vranë. Tani, nëse baba im, që e komunist në luftë, ka punuar për vendin, për lirinë, për pavarësinë, për rimëkëmbjen e vendit. Dhe nëse baba im ka shkelur, apo dikush si shokët e ka shkelur ligjet e kohës, baba im vdiq nga natyra 90 vjeç, mund të përgjigje para drejtësisë. Dhe nuk ishe pse të hakmereshin mbi busin e gjyshit. Gjallë ishe, po të dilin, mund të dilin dhe babait, a i kishe burr, dhe t'i thoshe, në emër të demokracisë, po t'i numrojmë lulet ballit. Po ku janë këta burra? Dhe nuk janë se janë pasardhës të atyre që bëni si Thimjololi me shok, po Thimjololi gjyshi imi tha dilpushë shonjnë, se burrat fshehës luftojnë, ndërsa këti i vun dinamit natën, nuk i dolën ditën. Edhe babaj, nuk i doli njeri ditën, po hajnat ngelen hajna. Dhe unë kam një vjersh aty, kam 2, po një po me që kam bërë vetë, po ta them. Dhe them shumë. Herojve mund të arrëzosh për mendoret, të derdhur në bronz, a gëdhëndur në gur.
po nga pjedestali i këngës ku ata lartësohen, s'ka shqot dhe përbindësh që t'i zbresi kur. Ndesa te një vjersh tjetër, për Busin them, me gjithse të goditën me dinamit, arbët nga trupi së të ranë, heronjt dhe në bronc janë stoik, zagarët ngelen zagarë. Dhe këta anat e Musit, më vjen në mendje një, e kam dëgjuar për herë të parë nga drejtoroi, një thënie të Konfucit. I të pyetën njëherë Konfuci, thotë drejtoroi, ç'është kur të duan të gjithë? Keq, tha Konfuci. Po kur të urrejnë të gjithë, akoma më keq. Po si është mirë? Mirë është, tha Konfuci, kur të duan njerëzit e mirë dhe të urrejnë njerëzit e liq. Unë jam krenar që njerëzit e liq të na urrejnë ditën dhe natën. Për zgjalli edhe mbas vdekjes. Puna është që kur të do populli, i e krenar për babajnë, për gjyshin, për fisin, për fshatin, për krajinën dhe për vendin tënd. Tani dua të them diçka që më ka impresionuar. Është një detaj shumë interesant. Kur mbaroi lufta e Vlorës, kur filloi lufta e Vlorës, Avlir Rystemi bën atentat në Paris. Dhe më e bukur atë e qere me Vlorë, se nuk se anatemon gjyshin time dhe u bë kiameti. Ai thot fjalët më të zeza kundër Avlir Rystemit. Është dhe një pseudo-historian, për parantezë, që s'po ja them emrin, që anatemon Ismail Qemalin se thot kriminalizimi i shtetit thot filloi kur në krye të sigurisë publike Ismail Qemali vuri Sali Vraniqin. Po mirë më, trimi i Institutit Historisë. Po ti e anatemon Ismail Qemali se ky aktualisht bën monografi për Esat Pash Toptani. Kush? Ky pseudo-historian. Historiani. Kush është? Po nuk ka nevojë. Nuk ka, jo, s'ka nevojë, se bëj gjuhën pis. Tani, historia o do i ngërë monument Ismail Qemalit, të cilit populli e futi në këngë. Unë nuk di të ketë këngë për Esat Pashën. Ismail Qemalit i tha, cili jeti more burë, tha që na vjen nga Shqipëria. Unë jam Ismail Qemali, kërkoj vatanet e mia dhe do t'i marrë se së shëpun, është e jona Shqipëria, unë jam Ismail Qemali, prapa më vjen historia. Dhe Ismail Qemali t'i erdhi historia dhe do të vazhdoj t'i vi nga mrapa. Ndërsa këta i ka edhur, ka një shprehje greku, thot, skupide, këta janë skupide të historisë, Esat Pasha me shok. Dhe tani të ndalim të këtë detaj Avlir Rystemit. Fakti është që po ti ishe terrorist dhe kriminal ordiner, Avlir Rystemi, nuk mundet që drejtësia franceze ta shpalltet pa fajsh. Dhe a ishte biri i Libohovës, figurë e shuar e Vlorës, dhe jo rasist ishte deputeti i Kosovës, se kishe një shtrirje shumë të gjerë patriotike. Dhe akti që bëri Avlir Rystemi ishte akt që tradhtia nuk ka falje, nuk ka amnisti. Dhe kur filloi lufta e Vlorës, ky bëri atentatin. Kur mbaroi lufta e Vlorës, ky vjen nga Franca me certifikatën e të pafajshme, po të një adhetare. Dhe vizitën e parë të Rudina, Avlir Rystemi e bën në spitalin e të plagosur, të luftës Vlorës. Në këtë spital, është dhe një dokument aty, një gazete Gjirokastërës, janë mbi 105 të plagosur, që i bëjnë letër qeverisë që të mos përgëdhel këta që thot populli, në histori nuk futen ata që ngrohen në zjarr, po ata që idhen në zjarr, thot populli i mençur. Dhe aty është edhe gjyshimi se Kanan Mazje që kishte marrë predha në Nofull. Gjyshim ishte dëmtuar nga veshkat, edhe ashtu ngeli, se do të me kam normal. Dhe kur i pa Nofullën Avlir Rystemi, dhe ai s'fliste dot, të gjithi puthet e balli, atë e puthi në Nofull. Se edhe i dhe nuk fliste dot ama. Dhe qa bën Kanan Mazja? E diti? Kanan Mazja i merr dorën e djathtë dhe i puth të gishtin. Që të roqi. Në këmbësën.
në Francë. Ky mesazhi definohet kështu. Historia puth fitimtarët dhe pështyn tradhtarët. Ky është mesazhi i historisë. Po lexoj diçka tjetër që është shkruar nga Duro Mustafaj pas atentatit të bustit. Se në Shqipëri të bëjnë atentat busteve. Shiko, edhe Skënderbeu ja thye shpatën në 92-shin. Edhe këtë Kemal Stafës këtu që ka bustin, i kanë thyer syzet. Nuk duan herojtë. Po herojtë nuk janë gangster. Nuk janë bandat e 97-s. Nuk janë kolaboracionistë. Nuk janë mercenar. Herojt janë heroj. Isa Buletini, Bariam Curi, Idris Seferi, Suleman Vokshi, Elezi Sufi, një patriot i përmasave të mëdhaja. Janë patriot që nuk i zbret dot nga historia më, nuk i zbret dot nga pjedestali i historisë dhe i krenarisë kombëtare. Selam Musaj, Muharrem Rushiti nga Çamëria. Janë figura të ndritur. Tani, po qikosh, ti thuash popullit, ore kush janë përfaqësues të popullit? 1-5-6 veta. Nuk i njohin. Deputetët po thua? Po deputetët, të gjithë këtyre vite, janë të pakta ata deputet që lënë gjurmë në ndërgjegjjen e popullit. Ndërsa këta ishin përfaqësues të popullit me armë, për lirinë e pavarësinë. Ka atë një epoka, po kur dëgjon dramën e Ekrem Kryeziut, epoka para gjyqit, kupton? Atë interpretimi brillant të Suleman Pitarkës për Suleman Vokshin, që i thot, një nga akuzat e ti ke dalë, i thon, kaçak për të grabitur. Nuk kanë derë më të madhe se dalësh maleve të luftosh për lirinë atë dhëtë, thot Suleman Vokshi. Po gjithë këshurë thoshin këtyre. Kusar, hajdut. Po ku i lanë pasurit? Qa pasuri lanë? Se po të kishe lënë gjyshim një 100 rënjë ullit, do thosha unë, më mirë bëjnë që e shajnë, se po mi bëjnë sa kile ullit në Vlorë. Po si ka mundësi më, përveç emrit nuk las gjithë tjetër. Dhe këtu nuk do të ketë xhelozi. Po çdo njeri ka vendin e vet në histori. Ky është heroi i popullit dhe nderi i kombit. Nuk është Isa Buletini. Dakor? Nuk është Bariam Curi. Është një nga herojtë e popullit. Koha e vuri në krah të këtyre burrave, se ti jep edhe dokumentin. Po. Por secili ka dëshit të vriste përsëri, kërkoj të ishe 2 herë i vdekur. Në monument plumba derdhi mbi ty, por i gjallë mbi të gjallët ke mbetur. Është tani atje monument? Po. Është pa kokë. Shiko, jo. 3 vjet në një pa kokë. E bot pas përsëri u rregull. Për hir të vërtetës, u shkruajt dhe pati një, edhe janë një 2-3 shkrime aty, dhe pati një sensibilizim edhe të 2 krave të politikës, se kishën të bënin me një patriot. Ja për shembull këtu është Tishdaia, Lefter Çipa, Shaban Sinani, Bardosh Gaçja, ai ka vdekur, ka bërë një monografi, Agron Meta, është nga Vranisi. Këtu ishte montuar koka. Sa bukur. Se trimi në këmbë mban vatani, se trimbi trimat ishe ti Sali Kapidani. Dikush deshi që kokën të arëzonte për dhe, se i verbonte drita e shpirtit tënd, dhe spatën vurit të ndante nga ne, po ti prapo ngrite dhe qëndrove në këmbë. Se për këtë tokë ti ishte djegur Gjani, se ule kokën, se ule kur Sali Kapidani. Dikush dhe emrin donte ta fshite nga pidestali, në mjegullën e natës erdhi si pirat, por u vrejt qielli e bubulloi mali, shfrymbi cubat rufe e shtrëngat, se hoqe pushkën nga dora dhe Gjerdani, si dikur në luft, Sali Kapidani. Në pidestal të ngritën përsëri, djemt që u mësove se ç'është liria, ata të ka në zemër, ti i ke në sy, në çdo hap që bën Shqipëria, dhe fshati të këndon të shtof të nami, të ndrin mbi krye lavdia Sali Kapidani. Ke një poezi ti, Rudina, të balat të Lefter Çipës, dhe kisha dëshirë që Kapidani Krismës së rëndë.
Është shumë e bukur. Kapedani Krismës së rënd, Lefter Qipa. Po, ajo është një poezi, balad, kryevepër, si që i kishte të tëra Lefter Qipa. Mal me bore, mal me lule, kapedani Krismës së rënd, mal me diell për mbi supe, lisi lisave në këmbë. O luan që kur su zbute, sua trimi nga stërgjyshi, në pusia skujt s'ju fute dora ordhiti grisi, që nga vlora një anin krismat e tua s'mbaruan, kur veleshi marë delvin trimërin do të se rëthuan. Që gudzime zemra të pati kapedan Sali Murati, da e ke gunën e gur, të roj sa të roj guri, po dhe shpirtin e prusht që se vret, po shkrijet plumbi, sa i sert dhe i urtësin si a ka zën gjumi, se s'ka gjumë kur bëhet luft, sa të shporet tira uni, ndaj të qëndron ndezur syri, ose Ali Murat pranishti. Kur shkëmbit i pëlqet shkuma, a i me shkëmbinj kish folur, qiellit i qahej kupa, nga që Krismas kishte lodhur. Ndaj thonë Sali Fortuna, kapedani Krismës njohur, buri që këm kryq me bura në një zjarë me ta i shngërohur. Në vërtet zdinte qish buka, pushke ti ishte ngopur, ndaj balli si pati rudha që kur si i çarmatosur. Qëllo kapedan hith Krisma, Sali gjëmim vët e tima, nëse eshtra do t'i treten, brenda dheut me ortak, armët pa tretur do mbeten për brezat prap, ndaj brezat që do të vinë, me se të mburen do ken, do mburen me labërin që labura për atë dhen. Ky është Sali Kapedani që s'ju mban do të lavdin vari, kapedanët Krisma rënd nga malet marrin fuqin. Shumë e bukur. Tani në vranisht pra është përsëri. Shiko, ky monument... Sali Kapedani. Shiko, do të them dhe diçka këtu që brezi im që jam 60 e ca vjeç tani, e din shumë mirë se çfarë ishte e ruajtur dhe çfarë u pris mbas 90-s. Dhe këta që kanë qef ta dezinformojnë faktet, t'i kanalizojnë si pas interesa atyre partijake e tjera, kanë qef që të hedhin dhe balt për të poshtruar apo për të denigruar figurat të ndryshme të historisë, pasardhës të këtyre herojve, si që ishte në një rast, në rastin konkret edhe babai im, i cili për hir të vërtetës ka pat një formim kulturor që nga koha e Zogut nuk e mbaroi të plot, se filloi lufta shkollën tregtare, mbas lirimit ka mbaruar jashtë shtetit, 4 vjet, ishte bërë dhe shkollimin e politik të kohës, ishte një kuadër, ka qenë kolonel. Dhe në kulmin e karrierës, në 66-ën, ai largohet vullnetarisht dhe ikën në vendlindje si një veprimtar shoqëror, pa asnjë lloj funksion. Dhe atje dha kontribut të cilin e njohin ata që bashkëjetuan me ta. Ç'a ndodh tani? Branishi ka dhe një hero tjetër të luftës antifashiste, një figurë shumë e ndritur e luftës antifashiste, që quhet Hysen Çino. Ai ishte bashkëluftari më i ngushtë i babait tim në luftë. Dhe ka një histori interesante se janë të plagosur të dy në mbrojtje të Kongresit Përmetit, dhe kanë qenë spitale që nga Përmeti gjithë jugu në Korçë, në Kurveleshe, doni t'i çonin në Itali me ishte një grup antifashistat që vajtën për kurime, jo Liri Belishova, jo Zyluftar Beleshnja dhe të tjerë. Këta nuk donin të anglezët. Babai ishte me gjysë dore dhe kishte plag në kofsh, në kokë. Ai ishte në krah. Edhe këta nga inati marrin rrugën të dy. Nga Piluri deri në Kukës për 8 ditë në këmbë. Në Kukës apo? Po, në Kukës për të kapur brigadën e 5. Dhe babai te kujtimet e veta, se ka shkruar kujtime, ka lënë, e nxjerr portretin e tij, ai ishte si punë e gjyshit pa shkollë. Po ishte një djalë shumë i zgjuar, me aftësi të rralla ushtarake dhe një trim i jashtëzakonshëm. Është një udhëtim shumë i gjatë i tyre, që ka episode të ndryshme. Një javë mbas i vajtën Kukës, ai u vra.
Dhe babai e ka përjetuar jashtëmase humbjen e tij, si babai nuk ishte vëlla. 2 nga shokët më të ngushtë të tij ishte Hussein Çino edhe një tjetër idol i gjallë, quhej Yunus Mersin. Kjo është aty në libër si fotografi. Tani çfarë ndodh me këto njerëzit që e kanë qef ta përmbyesin atë, ta deformojnë historinë, thonë që po të donte mamani, babai, i bëj buset dhe Hussein Çinos, se i bëri bust vetëm të jatit. Po si i bë ka buset një njeri, kur atëre buset në kohën e monizmit, buset bëshin me vendim të byros politike. Dhe kur ish bërë bus gjyshit, ka një vendim që u bëhet gjithë patriotëve të vjetër. Si që u bë Isa Buletinit, Bariam Curit, Çerçistopulli ish bërë në kohën e Zogut, që u bë flasin për Vlorën, Halim Xhelos në Tërbaç, Kanan Mazes, edhe Sado Koshenës në Dukat, kishe patriotë vjetër. Zigulelës më këthin. Tani pse s'kishe busë Hussein Çino? Këto i them që t'i dëgjojnë ata që i japin gojës si pas qefit, pa dogan. Nëse ata s'do ndryshojnë? Jo, po pse s'kishe busë në atë kohë Hussein Çino? Me që era muhabeti busit të gjyshit. Lumi i Vlorës, ti Rudina, ka shumë heroj. Dhe fillojmë edhe nga Kurveleshi. Në Kuçësht me Mometo, që janë vrarë, dhe Nuri Luçi. Në Kallarat është Mumin Selami. Në Bolen është Fejzim Bicoli. Në Vranisht ishte Hussein Çino. Në Tërbaç, flas gjithmonë për të luftës. Ishte një nga heronjtë e Topanas, Aredin Bylyshi. Në Smokëthin është heroina Qeri Baderi. Në Brataj është Lazer Nuru. Po cili nga këta, kalojmë në Vuno, janë 3 herojtë të luftës. Është Kozma Nushi, Zaho Koka i famshëm dhe Llamu Randoni. Cili nga ka kishte busa? Asnjë. Pse? Se herojtë e luftës ishin me shumicë, nuk ishin me kokra si këty brezi. Dhe shtrohet pyetje, kur nuk ishte në Vuno i vllai Gogo Nushit, kur Gogo Nushi ishte antar i byros politike, një nga bashkëlufttarët më të ngushtë në Verozhës. Atëre, pse pas ka përgjegjësi babaim që nuk ishte bust Hussein Çino, kur nuk ishte asnjë. Erdhi koha dhe Hussein Çinos, kontributi i popullit, ja vuri ashtu siç e kishte traditën, populli Vranisht i nderonte patriotët dhe herojt, dhe ai të qëndroi denjësisht në krah të një heroj tjetër, siç ishte Sali Vranisht. Megjithatë një rruga e Lumit Vlorës, pra zona e Lumit Vlorës me kaq shumë heronj, ishte vetë pa rrugë. Do thënë është një nga gjërat më të llatarshme që mund të mendosh që kjo zonë ka qenë pa rrugë deri vonë. Tani më në fund ka një rrugë që Lumin e Vlorës e bën një kohë rekord, për një orë shkon në Kuç. Kjo erdhi koha që ta dishti Rudina, Lumi i Vlorës, si gjithë Shqipëria, doli nga lufta e dytë botërore jo nga varfëria, po nga mjerimi dhe shkatërimi. Dhe para se të bëjë një rrugë e këtij niveli, në Lumin e Vlorës, në monizëm, u mendua dhe u ngrit, në fillim ishte hidrocentrali, në fillim populli kishte nevojë për dritë, për ujë. Erdhi dita që sot rruga e Lumit Vlorës të duket si urece në Alpet e Zvicrës, dhe kjo është një merit e kësaj mazhorance, që duhet të jemi realist. Ashtu siç ka përgjegjësi e kaluara, që mund të kishte vënë dorë për rregullimin e rrugës, se edhe në të kaluarën do kritikojmë ato gjëra që ishin absurde, po nuk mund të themi që nuk u zhvillua arsimit, nuk u zhvillua shkenca, nuk u zhvillua shëndetësia, nuk u zhvillua kultura. Jo, po flas për një te infrastruktura. Koha e kaluar, krasë, thash, absurditetit të luftës klase të izolimit dhe tjerë, se s'kemi jarë të flasim për këtë çështje, infrastruktura edhe sidomos në një rrugë ku babaim, se kishte edhe ndonjë çik penë kështu, edhe ka një vjersë të bukur dhe thotë, mes apliku im i dashur, ngritur mbi shkëmbëj e gur, mbë shumë mboll e labidar, se mboll e misër dhe grur. Dhe aty ku ka labidar, aty duhet kishte dhe investim më të madh nga shteti asaj kohe, se është derdhur gjak, Rudina, është derdhur gjak. Dhe nuk është derdhur gjak për drogë.
Është derdhur gjak për lirin që njerëzit të flinin të qetë, të punonin të qetë dhe të begatonin. Dakord? Por përgjegjësit duhet i mbajnë ata që kishin çelësat e shtetit, jo ata që ishin punojës të thjesht apo zbatues të vijës së kohës. Nëse, më në fund Lumi i Vlorës e ka një rrugë. Tani uroj të kthehet në destinacion, se nuk po ja del të kthehet në destinacion. Ti ecën edhe nuk e di çka do ndodhi këtë verë, unë uroj shumë që jo të gjithë të vënë me vrap në Qeparo edhe në Vuno, po të ndalojnë në Vranisht, të ndalojnë në Tërbaç, të ndalojnë në Gjorm, të kenë ku të ndalojnë, të kenë çfarë të shohin. Unë për shembull, ajo që do bëj këtë fundjavë është do e marr lumin e Bratit se isha në Erzen, edhe s'pam përsyrë në Erzeni. Jo, po do të shkoj te lumi i Bratit, them sepse është ura veneciane dhe jashtëzakonshme. Por në Vranisht është një atraksion turistik i jashtëzakonshëm, janë bërë dokumentar, janë shkruar nga vajtë turist, është guri me qiell ose sofra e Zotit. Sofra e Zotit. Është një ka ardhe Abdyl Farashi në Vranisht edhe është një krijim dhe thotë pas lidhjes së Prizrenit, këtu poshtë sofrës së Zotit, erdhi Abdyl Bej Guri Mademit, foli për hallet e kombit. Pra, guri me qiell është në shpat të malit, mrapa pasaj deri në Vuno, dhe atje ka një dyndje turistësh, por puna është që tani ju bë rruga, do ketë një dyndje akoma më të madhe, dhe një punë të madhe do të bëj edhe media, si që jeni ju. Nuk them se s'ka vajt media, edhe Virgil Kulja ka vajtur, nuk e di me qa televizioni, edhe gazetar të topit e të struktura të tjera të medias, të shkruara apo elektronike, por ka vende që jo vetëm turizmi si një, por nuk i njohin asë banorët e zonave përreth. Banorët i njohin, mbasi njohin turistët. Janë turistët që po na tregojnë Shqipërinë. Po media ndaj është një pushtet më vete ti, Rudina. Patjetër. Media ndriçon dhe të jep atë udhërrëfysin se ku do të trokasësh, se atje njerëzit janë bujar, njerëzit edhe kur s'kan bukë të thonë mirë se ardhe. Është kënaqësi që bëjmë të tilla emisione ku njerëzit tregojnë për vete dhe historinë e tyre, që pastaj të kemi pika ku të orientohemi dhe të mos çuditemi dhe të pyesim po ky kush është, si kundër për shembull shumë rrugë në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë kanë emra të panjohur, që me drejt pyesim kush është. Mbase do vi koha edhe të kemi emra njerëzish që i kanë dhënë atë dheut, po të shkruhet poshtë kush është. Nga ana tjetër ka monumente, për shembull ti ke tani Selam Osajn këtu kur vjen. Dhe unë duke ecur aty, është shumë bukur, i bërë shumë mirë. Shikoj her pas here, ka qelluar një fëmijë pyeste temën, kush është ky Xhaxhi? Po Xhaxhi tha ai. Po pse ka fustan e pyeti fëmia. Fustanell. Se nuk e dinte as nëna as fëmia historinë. Shiko. Jemi për të dëgjuar dhe të treguar historinë. Tani, me që dolëm këtu, është fatmirësi dhe privilegj që në Shqipëri rron akoma general do të quajon të skulpturës shqiptare që është Mutaz Dram. Mutazi, me rastin e 100 vjetorit të luftës Vlorës, me inspirim nga shoqata Labëria dhe me sponsorizim të njerëzve të ndershëm dhe patriot, se ka dhe biznesmen që e duan historinë dhe krenohen, ka bërë një monument kryevepër të gjyshit për të vendosur në Vlorë. Është edhe në libër, edhe në këtë setin e fotove. Ka 5 vjet monumenti që Bashkia e Vlorës, nuk e di qa do bëj kryetari i Radhës, edhe Këshilli Bashkiak, ka 5 vjet që monumenti 3 metër i derdhur në bronz, një kryevepër edhe kur e shef, qëndron te fonderia në Mënik të Tiranës. Vërtet? Po. S'po e sillin dot në Vlorë? Për t'i gjetur një copë vend, as lek si kërkohet, as gjithë s'kërkohet. Vetëm vure. Pse? Është ajo që thatë ju. Shumë gjyshi ka emër rrugë në Vlorë që nga tuneli deri ku kufizohet rruga me radhim. Në gjitha e rruga e Sali Vranisti. Pavarësisht se i vjedhin ato tabelat. Tani, pse duhet vënë monumentet? Dhe Vlora është një vend që nuk ka prodhuar Rudina vetëm njerëz të Pushkës, po edhe të Penës. Dhe Vlora ka nevojë që të vihet edhe Sali Vranisti në Vlorë,
edhe Kanan Mazja me një nofull, edhe Ali Aslani, një poet i famshëm, po edhe Petro Marko, po edhe Fatos Arabi, po mund të vihet një monument edhe i Shaban Demirit, një shkencëtari për masa evropiane, më fal. Po mund të vihet edhe Albert Verrier, që brezat e ri thonë, ky është ai kapedani. Po mund të vihet edhe Meliha Dota. Po në një nga lulishet e Vlorës mund të vihet edhe Zau Koka bashkë me Ramize Gjebren si simbol dhe viktimat e dashurisë lirë në gjatë luftës. Atere, po duhet ta drejtojnë qytetin njerëz që e njohin edhe duan. Dhe brezat që do vinë, figurat të tilla nuk duhet jenë vetëm në memorien apo në faqe librash, po duhet jenë edhe në sytë e popullit. Siç i ka bota Rodina. Të gjithë kemi dalë jashtë. Bota i nderon ata që nderon. Dhe bota kudo do ta bëjmë edhe ne. Unë kam besim që do e bëjmë. Jo, shkon në strug. Pa folur Greqinë, pa folur Francën, pa folur vetet. Dhe janë të zbukuruar. Prandaj njerëzit kanë nevojë të njohin herojt, figurat e shquara, të Pushkës, të Penës, të artit, të kulturës. Se ata japin krenari. E drejt. Buse mund të mos kesh fare bust. Po kam mënyra të tjera. Më fal, as monument. Edhe mund ta arrezosh monumentin, po emrin dhe lavdin nuk ta jep peshë broncit. Nuk ta jep peshë broncit. Jo, janë qytetet tona që kanë nevojë për heroj. Lavdin ta jep historia. Qa i ke dhënë? Kisha një djalë para disa ditësh, një djalë i cili ishte në Lyon të Francës, shqiptar i Kosovës, edhe tha kur dua të marr frymëzim, domethënë ne kthehemi ande nga kemi ardhur, tha kanë ikur brezi tret në Francë, në Drenica. Ne vemi tek shikojmë varet, shikojmë njerëzit që ikan, aty mësuam të duam lirinë. Aty e çmuam ne lirinë. Dhe kjo është, ne duhet asgjë nuk është përgjithmonë, asgjë nuk është se e mirëqen, që ta vlerësosh dhe ta kuptosh, duhet të njohësh ata që dhanë jetën për vendin tënd. Për shembull, ne kemi një figurë emblematike të kulturës botërore, nuk po flas për Kaderen se është Joni, edhe nuk ma do mendje që të mos i ngrihet monument atij apo Agollit, apo dhe Çabej që do një monument sa Skënderbeu, për ato që ka bërë, po Tirana, për shembull, ka nevojë edhe për një monument të Bekim Femiut, një shqiptari që ka tundur Hollywoodin. Dakor? Se ne themi një shqiptar, po derdhi atje. Derdhi 10 pare për një figurë të tillë si Bekim Femiu. Kështu është, historia duhet thash, edhe shkruhet, edhe këndohet, po duhet jetë edhe në sytë e popullit. Dhe po që në sytë e popullit, do përcillet nga një brez tjetër. Të falenderoj shumë që erdhe Knesi. Faleminderit. Dhe unë isha shumë i nderuar dhe i privilegjuar dhe me këtë rast, mase do ta thyej pak etikën e emisionit, ne kishëm emisionin për ta bërë disa ditë para, ju humbët nënën, unë do të ngushëlloj nga kjo studio dhe më vjen në mendje që në Bibël thuhet që e para është fjala. Unë do të i bëja një korrigjim Biblës dhe do thosha që e para është nëna. Nëna është njeri më i shenjtë që të jep jetë, të ngrënë këmbë dhe merr bekimin e saj të rjetën kur nuk i kthen shpinën. Ti qave, por kjo është jeta dhe ti u bëfsh stërgjyshe, po kujtimi nënës mbetet gjithmonë i parur. Lum kush ka nëna, dhe nënat janë për gjithmonë. Kjo është një gjë që është e sigurt, kështu thonë. Regjistroni tek Dritare Televizion dhe Rutina Xhunga, janë 2 kanale të cilat do të shoqërojnë nga herë kur ti ke dëshirë të dish çfarë bëhet në Shqipëri dhe për Shqipërinë. Faleminderit që na ndiqni. Vetëm një subscribe dhe të gjithë do mësojmë sa shumë jemi. Faleminderit.